Kryeministri Edi Rama miratoi pas një debat ligjin për rihapjen e basteve online, por është futur në një ngërç të vërtet për ndarjen e licencave. Shkaku janë dyndur dhjetra miq, familjar dhe klientë të tij të vjetër që kanë dekada në këtë biznes, si dhe të tjerët që e shohin sektorin si burim të sigurt fitimesh. Sipas të dhënave që ka siguruar pamfleti nga Ministria e Financave, pranë autoritetit të mbikëqyrjes së lërave të fatit, janë bërë 37 aplikime për licenca bastesh online. Prej tyre 25 janë nga kompani të kontrolluara nga klani dhe familjarët e Ramës, ndërsa 14 janë kompani shqiptare dhe të huaja që pretendojnë të ushtrojnë aktivitetin në përputhje me standardet ndërkombëtare, por sipas ligjit të miratuar nga vetë qeveria, mund të jepen vetëm 10 licenca dhe ato janë vetëm për kompani shqiptare me ortakëri shumicë të huaj, të cilat do të operojnë brenda territorit të Shqipërisë. Ngërçi ka lindur pikërisht këtu. 25 aplikantë janë të shtëpisë së Bablokut, ndërsa 14 aplikantë të tjerë janë të certifikuar dhe përmbushin të gjitha kriteret. Përballë këtij presioni, vetë Rama ka dhënë urdhër për të pezulluar procesin e dhënies së licencave, pasi nuk po vendos dot se cilin të lër jashtë. Sipas burimeve konfidenciale, kjo situatë ka shkaktuar një kacafytje të heshtur mes anëtarëve të klanit të Ramës për të kapur këto 10 licenca. Kjo le të kuptohet se kryeministri u ka dhënë paraprakisht premtime të fshehta të gjithëve, duke i nxitur të aplikojnë me bindjen se e kanë të rregulluar. Një nga licencat po kërkohet nga Federata Shqiptare e Futbollit, me pretendimin se ajo menaxhon aktivitetin sportiv që është objekt i basteve. 2 licenca të tjera i ka kërkuar shoqata e kompanive të basteve sportive, e drejtuar nga Artan Shyti, që ka qenë një nga zërat më të fortë për rikthimin e basteve, si në media ashtu edhe në lobime me Ramën, por më e rëndësishme është fakti që 3 licenca janë parapërcaktuar për grupin familjar të Ramës: Olci Rama, Gaz Demi, Endri Meksi dhe Fidel Ylli. Këta kanë aplikuar përmes kompanisë Moligix, me pronar të deklaruar Endri Meksin dhe ortak të fshehur Olci Ramën. Kjo kompani zotëron aktualisht koncesionin për monitorimin e basteve online dhe bashkëpunon me kompanitë e huaja Admiral Sport Vetën GmbH dhe Atsis Polka Akcinja. Nga ana tjetër, Fidel Ylli ka kërkuar një licencë në emër të Komitetit Olimpik Shqiptar, edhe pse në të kaluarën ka pasur aksione të dokumentuara në disa kompani bastesh online. Ai ka bërë lobime të hapura në kuvend dhe pazare të mbyllura me kryeministrin për të garantuar pozicionin e vet në tregun e ri. Nga 10 licencat e lejuara me ligj, nëse hiqen këto 8 të parapërcaktuara për të afërmit e Bablokut, mbeten vetëm 2 për të shpërndarë jashtë rrethit, por edhe ato, sipas burimeve nga Ministria e Financave, do t'i kalojnë Dejlan Avdias, biznesmenit të njohur për ndërtimin e kullës të Saati i Tiranës, përfituesi lejes të ndërtimit të një rezorti 60 hektar tokë shtetërore në zonën e Kalas së Lëkursit në Sarandë dhe person me lidhje të forta dhe qarqe të errta financiare.